Selamu alaikum të dashur miq, ky është takimi ynë i radhës përmes emisionit të drejt për drejt dritarja e agjëruesit. Ne sonte është Hoxh Muhammed Dërmaku, me të cilin do të mirëpresim telefonatat tuaja pas pak. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Shumë të aktivizuar kanë qenë besimtarët gjatë gjithë Ramazanit. Kanë bërë shumë ibadete, e ndërto edhe lutjet. Dhe pas kësaj vjen shpresa për të pranuar këtë lutje. Si arriti Ramazani, agjërimi, ta ringjall shpresën tek besimtari? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu jalla jalaluhu kur na obligon me vepra, natyrshëm që ai do që ne ti përformojmë, ti kryjmë ato vepra, detyra, dhe natyrshëm që dhe shpresa është shumë e madhe se ato do të pranohen. Sikundër dhe frika nuk është e vogël, sepse mund të kemi defekte në përformimin atyre veprave, mund të ndërhyjë nijeti, mund të ndërhyjë qëllimi jonë mos jetë krejtësisht i pastër, mund të kemi gjërat cilat i prishin veprat, i deformojnë veprat. Për shembull, nuk është në pyetje vetëm të nijeti që mund të deformohen, por mund të deformohen edhe me gjëra tjera. Për shembull, i dërguari sallallahu alaihi wasallam është shumë interesant e interpreton Allahun kur thotë agjërimi bëhet vetëm për mua. Nuk ka mundësi njëri të agjëroj edhe për dikën tjetër. Pra është në agjërim patjetër është i sinqert. Por të njëjtën kohë na sqaron se mbase Allahu nuk ka nevojë për urinë dhe jetën tonë. Nëse ju nuk jeni në gjendje që krahas agjërimit të braktisni dhe veprat e këqija të tjera për të cilat duhet agjëruar të mos veprohen. Pra duhet abstenuar, duhet largohesh të mos veprohen, si gënjeshtra, si dëshmia rreshme, si kontrolla mbi gjuhën. Kontrolla mbi gjuhën e tjera. Pra për Zotin nuk është qëllimi final që ti të kesh ndier urinë dhe etjen. Ne këto i shpjegojmë vazhdimisht që janë urtësi edhe uria dhe etja dhe njeriu fisnikrohet e tjera, por duhet të kemi gajle, duhet të kemi dert se veprat e tona të mira apo pranohen apo jo për arsyet që i përmendëm. Mirë, po shpresa është e madhe se Allahu xhalla xjalaluhu duke qenë se ky adhurim zakonshëm bëhet mirë për i besimtarëve dhe ne kur i shohim, pra nuk i shohim vetëm besimtarët agjërues para kushtimisht thënë para furrave të bukës në kohën e iftarit për ble bukën e nxehtë dhe pitalkën ose në syfër, por ne i shohim pyetjet e njerëzve që bëjnë për zakatin. Ne i shohim njerëzit se si përfitojnë nga rasti edhe për çështje humanitare, por edhe për çështje zhvillimore të infrastrukturave, xhamit anë kënd vendeve, sidomos po flas për botën shqiptare, kudo që janë, si ata në diasporë, si ne në vendet tona, shfrytëzohet nga rasti që shumë xhami, shumë borxhe për të paguar në Ramazan, sepse njerëzit japin më tepër. Nuk është muaji shkurt apo mars në asnjë fushë thujse të biznesit që njihet se sjell fitim më mirë. Pra i bie se në esencë do duhet ata të ishin më dorëzë. Konsiderohen muaj të krizës. Bile janë ashtu në shumicë të bizneseve janë. Megjithatë Hoxh, njerëzit aktivizohen sepse shpresojnë. Po jo, është fjala tash ku çka janë duke dhënë. Ata në fakt janë duke dhënë kursimet e janarit, janë duke dhënë kursimet e vitit 2025. E pse nuk i dhanë me kohë? Se nuk ishin agjërues, se nuk ishin në Ramazan, se nuk u fisnikruaj shpirti i tyre mjaftueshëm dhe tash po të njëjtat kërkesa, po të njëjtat thirrje që mund të jenë nga njerëz të punëve të mira dhe të hajrateve,
tash ndërgjegja atyre preket më tepër. E natyrshëm që Zoti e dën këtë shpirt të fisnikruar dhe shumë shpresojmë, dhe duhet të na mund shpresa që Zoti i pranon veprat e mira, innama yataqabbalu Allahu minas salihin. Zoti i pranon punët e mira prej njerëzve të mirë. Urojmë që t'jem prej tyre, urojmë që të përmirësohemi, që t'jem të mirë dhe rrjedhimisht edhe të fitojmë kënaqësitë e Zotit, shpërbimet e Zotit për këto që i bëjmë. Dhe kur flasim për shpresën, për pranimin e veprave, a nënkupton kjo një lidhje të veçantë me Allahun? A nënkupton ibadetin në këtë rast të shpresosh në pranimin e veprave? Me domos, me ibadet njerëzit afrohen të Zoti. Kur afrohen të Zoti, në fakt, Zoti këtë e dënë. Kur të pyesin ty robët e mi për mua, tregoj që unë jam afër. Dhe jo vetëm jam afër në kuptim fizik, se ashtu nuk është qëllimi, por jam afër me ujibu da'wat ad-da'i dhe da'an, jam i gatshëm që t'i përgjigjem lutësit kur më lutet. Felyastajibu li, ata le të vazhdojnë që të më përgjigjen mua në thirrjet e mia, në kërkesat e mia, wal yu'minu bi, dhe le të më besojnë mua la'allahum yarshudun, nëse ata dëshirojnë që të gjejnë rrugën e pastër të udhëzimit. Me fjalë të tjera, ne gjersa jemi me ibadete, me afër Zotit, në një farë forme, përgjasimet me Zotin, në fakt i kemi problem të i bëjmë me njerëzit, po s'kem qarë nga njëherë. Punëtori që zgjidhet si punëtori më i mirë i një kompanije, ose ky tjetri që ka qenë kandidat për të zgjedhur, që i bie aty është diku. Ka besë të shefi i tij të kërkojnë një ditë pushimi, bile ai sado që afrohet të shefi për t'i dhënë arsyeën sepse po kërkon pushimin, ai nuk e dëgjon. Ai kërkon një ditë, thotë jo 2 ditë, 3 mos hajde. Pse? Sepse ka kriju atë afërsinë, ka kriju besën me të dhe rrjedhimisht. Po duhet të them, walillahi al-mathalul a'la, Zoti ta ka shembulli sublim më i lartë, por nëse njerëzit janë që me punë që i bëjmë mirë, afrohemi te ta, e çfarë Zoti i gjithëmëshirshëm që në fakt ai për ne ka dashur testimin, e ka dashur të bëhet prova se kush te ti është më prioritari, kush për ty është më i madhi. Nëse ti ke arritë që t'ja dëshmosh atij se ti o Zot, në çdo variant, jo vetëm që më kanë thënë në namaz Allahu Akbar, por me Allahu Akbar në fakt unë e kam krejt principin e jetës, e mendoj se Allah është më i madh se gjithçka në jetën time. Çdo prioritet është i radhitur pas prioriteteve që kërkohen nga i plotfuqishmi për mua. Dhe vetë rrugtimi im është drejt Zotit më shumë se sa drejt çdo aspirate tjetër njerëzore. Pra unë më shumë synoj ta rregulloj shtëpinë time që quhet varr, se sa shtëpinë time ku jam duke banuar tani. Më shumë tentoj të bëj vepra që më shoqërojnë kur do të jem i vetmuar, sepse atëherë kur më lën të vetëm të gjithë trashëgimtarët e mi të mundshëm për cilët unë përpiqem shumë. Më shumë do të mundohem që të punoj për xhenetin që është vend qëndrimi i përhershëm, ku nuk ka vdekje, se sa të punoj për këtë botë të shkurtër, kalimtare, e tjera. Dhe gjersa unë kam këtë udhëtim, këtë rrugtim, dhe e pretendoj që sinqeriteti për këtë udhëtim më shtohet më tepër gjatë Ramazanit, atëherë pse të mos shpresoj më shumë? Pse unë të mos mendoj që Zoti do t'i pranoj, apo jo? Kam frikën gjithnjë sepse besimtari i mirë dhe i sinqert jeton mes frikës dhe shpresës, por megjithatë për punët e mira duhet të mbizotroj shpresa. Në kuptimin pra të mendojmë se ky Zot nuk ta humb mundin, nuk ta humb angazhimin, lodhjen e tjera. Dhe për çfarë konkretisht më shumë shpreson besimtari gjatë këtyre ditëve në fund të Ramazanit? Besimtari në realitet, nëse i qasimi të gjitha argumenteve, shpreson që të arrijë qëllimet e agjerimit. Unë do t'i kisha përmbledhur 3
të thëna në ajetet e agjerimit që janë përfundim të ajeteve që flasin. La'allekum tattaqun, të agjeroni që ta shtoni devotshmërinë. Të agjeroni muajin e Ramazanit, të merrni lehtësimet, të largoni prej vështirësive, ta madhroni Zotin, la'allekum tashkurun, në mënyrë që ta falenderoni, të mos thoni o Zot, ta bëm këtë vullnet, këtë dëshirë tënde, por jo, të jem falenderues që na zgjodhi që të jem performues. Sa njerëzit kanë pas dëshirë që të jenë edhe ata agjerues, por sa njerëz në ditë Bajramit të festojnë ndoshta, por nuk e kanë krenarinë e festimit sikur ti, sepse ti patë mundje dhe angazhim, lodhje, cilë lodhje je shumë falenderues për këtë. Je shumë falenderues që Zotit ka zgjedhur për këtë. Pastaj ti ju drejtove Zotit, e kuptove afërsinë, ju lute atij, shpresove që ai të përgjigjet në lutjet e tua, edhe mi besove atij thjesht, në mënyrë që ta gjesh rrugën e drejtë. E pra, në mënyrë që ta shtosh devotshmërinë dhe në mënyrë që të falenderosh dhe në mënyrë që të udhëzohesh, këto janë kërkesat esenciale të këtij rituali kaq të madh, pra që ka të bëjë agjerimi dhe Ramazani. E ne pra shpresojmë që në këto 3 fusha të kem shkëlqyer. Të kemi shkëlqyer në kuptimin pra të kem arritur ato që për një jetë të njerëzit janë qëllimi kryesor. Dhe kur janë këto, mund të themi pastaj vinë ato 3 tjera. Shpresë për të falur mëkatet, për të pranuar veprat dhe pastaj vjen shpërblimi rrjedhimisht, apo jo? Padyshim, sepse ne jemi në rrugë e sipër, ne jemi udhëtar. Dhe gjithnjë kemi poshtuar dhe atë dertin ton. O Zot, pranoj Ramazanin. O Zot, pranoj veprat e mira në Ramazan dhe o Zot, nëse është haj për ne, na jep ymër që të presim prapë Ramazanat e tjerë. Nëse është e kundërta, na mëshiro, na fal. Dhe ne tek këti kem rrugtimin ashtu kështu. Po pra. Dhe tashmë kemi telefonuesin e parë që do ta inkuadrojmë, të dashur miq. Ju presim të na telefononi sonte vetëm përmes Viberit, sepse përmes numrit thirrjes normale kemi probleme teknike. Vazhdojmë me mirëpresjen telefonatën e parë. Alo? Assalamu alaikum. Aleikum selam. A jeni mirë bujar? Mirë, faleminderit. Po ju? Elhamdulillah, unë jam mirë, të ju mbuju e tash. Për me plëcu këto që u tha deri tash, është pja se Ramazani është muaj i ibadetit, muaj i Kuranit gjithqysh, muaj i ibadetit. Nëse kthehemi në kalumen, duhet me ditë se sahabët janë lutë me muaj të tërë për me ardhë muaj i Ramazanit, por njëkohësisht edhe janë lutë që me u apranu këtë muaj që kanë agjeru. Domethënë, neve nuk na mbetet kur gjanë se vetëm me u lut për me na e pranu Allahu agjerimin e muajit të Ramazanit. Allah ju shpërblev gjithmonë kënaqësimin telefonu këtë, shëndes edhe Hoxhan Muhammed Dermakun, edhe me përgëzu për udhëheqjen e misionit Sufra e Ramazanit. Faleminderit Albert. Selam aleikum. Aleikum selam. Ne do të vazhdojmë të inkuadrojmë një tjetër telefonat. Alo? Apo vazhdojmë me përgjigjen, në fakt me Mirëmbrëma. Komentimin. Mirëmbrëma, po. Deshta më ja bën një pyetje Hoxhës. Po. Burri e ka pas migjën edhe nuk ka pas fëmijë. Edhe migja i ka dek, gruaja është hala gjallë. Tash gruaja ka desh me shit shtëpinë në tokën, burri e ka bler. Tash po don me nis shtëpi, ama e kena një breng se thonë që migja ka thonë që ka me met vakaf veni. Edhe tash nuk po jena të qetë me nis shtëpi atë. Deshta me marrë menimin e Hoxhës. Dhe thot, migja që ka vdekur ka preferu që ai vend të mbetet vakaf, apo? Po. Por gruaja e ka shit, na e kena ble. Edhe aja, përmes gruas na e kemi halal, ama nga migja ka mbet qashto.
E qartë, faleminderit. Faleminderit. Vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Mirë. Pra, ishte Alberti, i cili sugjeroi tani në mbetet të lutemi, sikur bën sahabët. Në fakt, përmendëm edhe ne, pra, deti jonë i tanishëm është që të lutemi për pranimin e këtij Ramazanit dhe më pas vije lutja tjetër, o Zot na mundëso që të arrijmë të Ramazanin tjetër. Padyshim, ne nuk du ta bëjmë nga njëherë, bujar kam frikë që po glorifikojmë çështjen e Ramazanit. Kur them po glorifikojmë, mos po mendojmë që duhet jemi musliman vetëm në Ramazan. Nuk e kam për qëllim që dikush thret në këtë. Është shumë e vërtetë që veprat në Ramazan, veprat e mira janë më lehtë të realizueshme. Njerëzit pra që nuk mund t'i bindesh ta falin namazin e sabahut me 2 rekate fars, 2 të tjera sunet përpara dhe 2 fars 4. E kanë vështirë që ta marrin këtë adet, këtë princip ta bëjnë, e shetin në namazin e natës, në thellësi të natës, janë shumë komod. Ata që të thonë ndonjëherë po e zgjat Yasin, janë gjendje të thonë mirë që na zgjatë teravin, ose namazin e natës, ose rukun e gjatë dhe sejdën e gjatë. Me fjalë tjera, Ramazani është shumë e vërtetë që ka mundësi njeriu me përfitu nga ky muaj për të bërë vepra të shumta të mira dhe të pranueshme, por sikur e kam frikën që i tërë orientimi bëhet vetëm në Ramazan. Unë edhe të tema ta zëm e zakatit. Zakati nuk është shtyllë e Islamit që realizohet në Ramazan. Ajo ka të bëjë me vitin që ka kalu pasuria mbi kuotën, mbi nisabin, mbi pragun e duhur. E tash njerëzit nuk do të thotë se vetëm në Ramazan kanë filluar të punojnë, e kundërta. Bizneset e tyre kanë mund të arrijnë më shumë verës ta zëm fitime dhe i bie se ata kur do të bëhen 12 muajt hënor, i bie që ata duhet ta japin zakatin atëherë dhe jo vetëm në Ramazan të interesohen për shtyllën tjetër të Islamit që quhet zakat. E kështu e kam qëllimin edhe te namazi, po duat që të jem namazlit të fuqishëm, besabes, sadakadhënës të fuqishëm, lexues të Kuranit të fuqishëm vetëm në Ramazan. Është shumë e vërtetë që në Ramazan gjitha këto shpërblen shumë, por ne nuk duhet të mendojmë në asnjë çast se përfundoi Ramazani, përfundoi përkushtimi. Përkundrazi, pra ndryshon orari, por Zoti vazhdon të jetë ai që përpjekja duhet të jetë e vazhdueshme. Patjetër. Dhe kjo Ramazani këtë synon ta bëj. Që ne të bëjmë çështjet shprehi të mira. E jo që t'i bëjmë mirë në Ramazan, që t'jetojmë pa to 11 muaj pa Ramazan. Nuk ka efekt. Jo, s'është qëllimi ky. Dhe ishte çështja e tokës, shtëpisë në fakt që kanë blerë nga migja, nga gruaja e migjës, i cili i ndjeri pra kishte lënë amanet apo kishte vendosur që atëherë ta lë vakëf çështjen e tokës së tij. Tani siç e përmendi, nuk duam të ndërtojmë shtëpi, sikur nuk janë rahat në këtë blerje. Po dhe s'duhet janë rahat. Edhe s'duhet janë rahat se në vakëfe nuk duhet të preket. Vakëfet, kur dikush lë pas vetes, synon që hajri që arrihet prej asaj pasurie të jetë në dobi kolektive, të dobi të përgjithshme. Përgjithësit që janë për vakëfet, që zakonshëm në vendet tona është Bashkia Islame në këtë rast në Kosovë e Kosovës, me sa frikë ne për shembull shpesh na vinë lloj oferta për ta tjetërsuar pronën e vakëfit, për shembull. Dikush ka lënë një mal. Ai mal nuk është se ka shumë dobi prej tij si i tillë. Mund t'i ketë disa drunj që mund t'i presh dhe t'i shesësh, mund të mos kesh drejtë edhe ta bësh. Pse të mos e shndrrojmë atë vakëf në një vakëf tjetër që është përfitues, profitabil për institucionet fetare, për mirëmbajtjen e xhamive e tjera.
Me fjalë tjera, ne edhe për hajrat mi përdor, nuk guxojmë ti tjetërsojmë sepse dikush e ka dediku atë për atë qëllim. Çfarë dikujt që ja marr mendje se ndoshta migja i këtij personit nuk është që çështjen e vakëfit si procedurë ka përfunduar në nivelin e duhur, në kuptimin ta lë një testament, të shkojë te noteri për shembull të bëj bartjen e pronës së tij tek institucionet gjyqëse, në këtë rast po them tek Bashkia Islame, dhe rrjedhimisht e gruaja e tij si trashëgimtare para shtetit, para ligjit është trashëgimtare dhe gëzon të drejtën që të trashëgojë atë pasuri që ka lënë burri i saj. Rrjedhimisht pra ajo me letra e ka shit, por këta nuk është dashur t'ia ndihmojnë me ble. Unë e di se zakonisht rastet e tilla, nëse ti nuk e blen, vjen dikush tjetër e blen, po në fakt për ty e njëjta ka qenë i nderuar. Se ti o do të kishte ardhur një komshi, një fëmijë i padëshirueshëm, cilin pazari me gruën e miqës e bën që të jetë këshilli joti, ose do të jetë një xhami, një shkollë, një ambulant, një diçka që migja ka lënë për hajrat. Pra ajo ashtu kështu nuk ishte e jotja. Pse ti nxiton që ta blesh të pengosh një gjë të tillë? Unë mendoj se kur them unë mendoj, jo pse unë, kush jam unë që të them unë këtë rast, por ndihmesa në këtë çështje është edhe indirekte. Pra ajo e shiti padrejtisht e ju ja ndihmuat që ta shes ajo padrejtisht sepse ju ja blet. Tamam, sikur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që flet fjalë jo të mira ose kërcënon me zjarr, edhe atë që jep rishfet, jo vetëm atë që merr rishfetin. Pse? Sepse nuk do të merr të dikush rishfet pa qenë dikush i gatshëm të jap atij rishfet. Unë e kam parasysh faktori gjithmonë është ky i dyti. Pra ky i pari nuk është që ka dëshirë të jap rishfet, pa ja kërku ky i dyti, pra që rishfetin si kushzim, por megjithatë, nëse ky po bëhet i pa cip në këtë çështje, në përgjegjësinë që i ka për të kryer një detyrë dhe kërkon mito, atëherë mos ja ndihmo ti, mos e zhvillo atë del të keq që ka të mbjellë në vetvete. Kësaj pra është kur Zoti na thotë ju mbyllni dyqanet e shitjes ditën e xumos. Tezgat në pazar ju mbyllni. Por pse s'flet për blerësit direkt aty? S'flet se po që se mbyllen dyqanet, do të ishte blerësi nëse nuk është shitësi. Nuk del. Pra ka mënyrë direkte dhe indirekte që ndihmohet të keq edhe këtu. Unë nuk po du të them tash a me ndërtu shtëpinë, s'po lëshohëm me këto detaje, por unë kisha thënë që do të ishte mirë që nëse keni dëshmi që migja çështjen e tokën e ka lënë në vakëf, as nuk është dashur të humni pasuri pas atyre pronave, as nuk kam guxim që t'ju them pasi veç jeni shpenzuar ndërtoni. Këtë çështje të paktën jo nëpër ekrane nuk mund ta zgjidhim kështu. Mirë, do të vazhdojmë tani me një tjetër telefonat. Alo? Alo, Noni? Alo? Po? Selamu alaikum. Aleikum selam. Desha me vetë hoxhën, deri kur mund është me dhënë fitra? E qartë. Faleminderit, kalofshimi. Faleminderit juve. Do të vazhdojmë tutje, të mirëpresim një tjetër telefonues. Alo? Alo, Noni? Selam aleikum. Po ndëgjojmë? Po, për të lutem, largohu prej televizorit ose ulja zërin. Apo ndëgjojmë tash? Po? Kam një pyetje për hoxhën. Djalim vjen nestra pe Zvicrës, është agjeru shumë atje, si fyrin, po eftarin e ze ka. Kur e ze, thuj se si të zbrit për aeroplanit. Qysh me boj eftar? A me boj eftar me ato të Zvicrës, a me të Kosovës, kër vjen Kosovë? Edhe një pyetje tjetër. Pra pasi brin këtu iftarin? Po, iftarin ka 15 brin këtu. Po, pyetja tjetër? Pyetja tjetër është, a bën kështu tjera herë ne që si farë programit kështu me pyetje përgjigje më shpesh me konë para Ramazan?
Ma shpesh me pas kësi programe jashtë Ramazanit. Jashtë Ramazanit. Po i kemi 2 herë në javë, Aha, të hënëve dhe të ejtave. Të ejtave? Po edhe të hënëve, kështu që... Të hënëve, në qitura? Jo, janë ma herët, pre orës 21. Faleminderit shumë, selam aleikum, natën e mirë. Faleminderit edhe juve. Allah ju shpërbleft. Amin edhe juve. Vazhdoj me një tjetër telefonat, alo? Alo. Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje për hoxhën. Po? Për shembull, i kam për zeqat bëj fjalë. E i kam shembull 5.000 euro grint, me kështu i kam grint ato për çdo rast. E sa duhet me pagujt për atin e pareve zeqat? A ke tjera? Jo, qëto? Faleminderit. Për të mirë, faleminderit për ju. Vazhdoj me një tjetër telefonat, alo? Alo, Noni? Selam aleikum. Aleikum selam. Si ku kaloni? Mirë, faleminderit. Po ju? Mirë, alhamdulillah. Cila është pyetja për hoxhën? Po tani pyetje për hoxhën. Për punën e zeqatit. Nëse dikush ka pare bosh, edhe nuk t'i kthe në afat, a din që e keni bo marrëveshje. A do të me dhanë zeqat për ta? E qartë. Mirë. Vitrat deri kur duhet të jepen? Afati? Deri të ejten. Deri të ejten, vetëm nëse ka të bëj me ushqim që i drejtohet të vakënve, ndë një pak, ose ato duhet të kujdesen që organizimi e do kohën e vetë. Pra nëse jepen të ejten, pale a arrin të vendi të ejten, respektivisht deri të gjumon para namazit të bajramit, do të thejmë. Ose deri të namazit sabat, më letë, për me kuptu. Për këtë pra mund të jepen që sot, nesër, e mërkur, edhe të ejten kaku. Është e mjaftueshme. Djali thot vjen pra nga Zvicra, iftari e zë këtu, por agjërimin e fillon atje. Si duhet qeli iftarin? Natyrshëm, iftari qelet aty ku të zë akshami. Si në dhe të kundërtën, do të mund të ishte dikush shkon andej, iftari të zëmë të ne është para orës 6-18, atje mund të jetë pas, diku një 20 minuta, mund të jetë në Zvicër sidomos. Atëherë i bie se ati i shtohen 20 minuta, ndërka që ai që vjen i shkurtohet për ata minuta. Nuk ka të keqe absolutisht. Pra në Kosovë, kur do që zbret aeroplani, dhe pra është në kohën e iftarit, është në kohën e iftarit. Ndërka që nëse do të ishte udhëtimi gjatë asaj periudhe kohore, atëherë është tazëm nga Cyriu, ose nga Bazeli, drejt Prishtinës, flutërimi gjatë dikun 2 orë. Dhe nëse, për shembull, po e marrim shembull, 6:30 është iftari në Cyri, 5:50 në Kosovë, pra i bie 40 minuta dallim. Nëse koha kur ai është në aeroplan, por ka filluar pikërisht më herët fluturimi, por ne do ta shohim ku është ai në atë moment. Nëse ka bën një orë udhtim që llogaritet është gjysma e rrugës, atëherë ai as nuk do ta shtyj me kohën e Cyrit, e as nuk do të pres do të kohën e Kosovës që të bëhet më herët në këtë rast. Pra i bie shkon në gjysmë. Do të thoja në këtë rast në 6:10, sepse ka bërë gjysmën e rrugës. Nëse ka bërë 1 orë e gjysmë rrugë, pra është më afër Kosovës, i bie mund ta bëj iftarin më herët. Pra mund ta bëj në orën 6. Nëse kundërta, sapo është nisur nga Cyriu, ka bërë vetëm gjysmë orë rrugë, atëherë mund të bëj iftar 10 minuta më herët, sepse është duke ardhur ka vendi ku akshami është pak më herët. Kësaj. Pra janë pyetje minuta,
Ama në Kosovë kur zbret, kur atërën dhe këtu thret iftari, atëherë duhet bëj iftar me kohën e Kosovës. Thot kam 5.000 euro, a duhet dhenë, apo sa duhet dhenë zekat për to? Po të duhej të jep të zekat për 5.000 euro që i runë për çdo rast, do të duhej 125 euro të jepën. Mirë po, derisa nuk ka parat të tjera, këto 5.000 euro nuk e arrin nisabin që e obligon zekatin. Pra, kur pyeta a ketë të tjera, nuk ka parat të tjera, pra, sikur ndoshta dhe ari dhe tjera nuk ka, atëherë me këto nuk i obligohet zekati fare. Nëse na kanë borxh, por nuk e kanë kthyer në afatin e caktuar, a duhet dhënë zekat për borxhin? Për borxhin në parim duhet të jepet zekati, por borxhi do të shihet se për çfarë arsye nuk është dhënë, cilat janë mundësitë e pritjes e tjera. Nuk duhet ne të mendojmë për lirimin nga zekati për borxhin, vetëm pse dikush i ka vonuar parat. Duhet kemi kujdes, njerëzit na i vonojnë parat. Më së pari, për këtë edhe jemi në hamendja të japim borxh dikujt apo jo, se e dim se njerëzit vonohen. Mirë po, ka disa vonesa që dikush nuk është që ka të drejtë, për këtë që më them, po ai kalkulon me çështjet e tua, me parat e tua. Në fakt, thot, nuk i jep dajes se nuk i duhen. Kur po e them dajes, se zakonisht këto merren në për familjar. Me stafër, me pa. Edhe ti nuk mund ta bindsh atë bile ndoshta konsiderosh ndonjëherë edhe një farë rënacaku që po tenton ti tregosh se ke një zor të madh dhe po të vijnë parët. E ti në fakt don vetëm që thot populli ta kesh mallin në një stek. Me najt marahat. Ai i kalkulon ky nipi respektivisht ose ky i afër me kushërinë. Po amarsi i kalkulon këto, thot hajt se si vijnë. Hajt se mirë është. Po duhet them pra nuk konsiderohet borxhli i keq ky. Megjithatë, nëse ka kaluar një afat kohor shumë, pra jo vetëm vitin e parë, duhet të durojmë pak të afati, se këtu është dallim mes neve dhe fajdexhinjve, që ne presim nga pak, ne mirë kuptojmë. O in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara. Nëse ke dhënë borxh dikujt dhe ai nuk e ka mundësinë, atëherë të pritet derisa të vjen rrethana lehtë për ta lajtur borxhin. Kësaj pra ne do të presim, por nëse kanë kaluar 2 vite, 3 vite dhe ai në farforme konsiderohet borxh i vdekur, atëherë nuk e llogarit më në zakat. Deri kur do ta kthej atë borxh. Qartë. Vazhdojmë tani me telefonata tjera, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha një pyetje hoxhës. Po. Unë kështu kam kohë që baj namaz, edhe kur kum bo namaz e kum pas një sprovë caktume. Edhe tash ti kum pas thonë në zot nëse ma largan që të sprovën kam unë bulu. Edhe a kum bo gjina, për që ta edhe masani unë e sprovën halo e kam, po jam bulu tash elhamdulillah që të Ramazan. Do me thonë i shakon tani pasi që jam bulu të po ndër vetin që mu largu qaja sprovë dhe i shakon të këno që adet që mu ka largu qaja sprovë. Deshta një këshilë për hoxhës, deshta do të thot kjo. Faleminderit. Vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Alo, noni? Alo? Alo? Po, noni? Salam aleikum. Aleikum selam. Jom një digjues i rregullt, e desha me pyet hoxhën, e kam grujën që 4 muaj në spital është, në intenziv, e po desha me ditën çfarë dua duhet tash për këtë muaj që e Ramazan, çfarë dua me boçi për me ardhën, sa më shpejt ton familjar se u bo shumë me mërziton edhe vajza që të deshta me pyet hoxhën, çfarë dua me bo, faleminderit shumë, selam aleikum, ju përshëndes, nuk do s'kam këtë pyetje. Aleikum selam, faleminderit shumë. Kalem tek telefonuesi tjetër, urnoni. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta 2 pyetje hoxhës. Po.
Urnani. Lutem largohu prej televizorit, ulja zërin, dhe na dëgjoj vetëm përmes telefonit. Po ju Cila është dëgjoj. pyetja juaj? Pyetja ime është, nëse gruaja falet, e burri nuk falet, a ban gruaja mu falën pranit burrit? E qartë. Edhe tjetra, selamin, lutjen a ban me bë para selamit, a mas selamit. Se thojnë kur t'jep selam, e ndërprin lidhjen me Zotin. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Kemi një tjetër telefonues, urnoni. Është shkputur, në vjen keq, tani dashur miq, ne shkputemi për pak çaste, rikthehemi pas pak. Dashur miq, po shoqëroni me emisionin Dritarja e Agjeruesit me Hoxhën Muhamet, do të mirpresim edhe me tej telefonatat tuaja. Kemi pyetje që presin përgjigje, por do të inkuadrojmë një telefonat të radhës. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për juve dhe për Hoxhën nderuar. Do të një pyetje me bu për sa i përket Star Kartelës, që tash është shumë prezente tek ne. Aja nëse paguhet rregullisht bazë të këstit marrëveshjes blerjes, aja nuk ka kamot. Po nëse vonohet ose paguhet nër këstin e planifikuar, aja normal prek edhe kamot. Do shta me ditë një sqarim më të hollësishëm e di që Hoxha ka një ori të ballshme në këtë drejtim. Selam. Aleikum selam, faleminderit shumë. Atëre Hoxh, vazhdoj me përgjigjet, thot, kam pas sprovë falem, pastaj jam mbuluar, por sprova vazhdon. Sepse ishte zotuar. Ishte zotuar që do ta vendos mbulesën si shenjë falënderimi ndaj Zotit për largimin e smundjes. Smundja nuk u hoq, por zotimin e mbajti. Në fakt, zotimi me vepra të mira nuk është ndaluar, bën. Por ato duhet të jenë vullnetare. Në kuptim pra kur dikush ka një synim të caktuar dhe dëshiron që ta arrijë, të regjistrohet studenti në filan fakultetin, të punësohet filan i diplomuar në filan firmën, kompaninë, të martohet filan i pamartuari e pamartuara me filan personin, e shumë suksesi, pozita e të tjera, dhe zotohen. Do t'ja gjërej 3 ditë, do të falem 100 rekate, do të bëj hatë me Kur'anin 3 herë, do t'jap 1000 euro sadaka, e tjera, prej zotime të ndryshme, këto zotime shndrohen në obligim, vajib, që duhet të zbatohen pasi të realizohet ai qëllim. Ndërkaq me mbulesën, motra ka vepruar shumë mirë që është mbulu, nuk do të kurzohet Zoti me shërim për çështjen që ne kemi obligim. Nuk bën të thuhet o Zot, nëse ma hek smundjen, nuk do të filloj të falem. Se kjo është obligim edhe kur jemi të smur. Nuk bën të themi nëse unë pranohem në filan vendin e punës, unë do të agjeroj Ramazanin, sepse ne edhe si të pa punë, do të agjerojmë. E tjera. Pra me haxhin, me zakatin, nuk bën të bëjnë kurzime. Ndaj ke vepru mirë. Megjithatë, Allahu këtë moral e do. E do se nuk e ke prit pa tjetër përgjigjen e Zotit në atë formë, por te ke kry detyrën tënde që ke manifestu kënaqësinë me Zotin. E që pastaj kjo është mirësi e madhe, çështja e mbulesës. Patjetër që ta ka mundësu Zoti dhe këtë. Nuk është largu smundja, por ka ardhur një mirësi tjetër. Një shërim, kjo një smundje më e madhe ka qenë një mbulesa. Nëse e hulumtojmë, në vigjilje të fjalive të kësaj ilahije të Ademit, për ta heq hidhrimin Zoti me ne në xhennet, duhet të jemi shumë të kujdesshëm.
Po i bie që ne kemi disa sëmundje në këtë botë që nuk i vlerësojmë si tilla. Nuk ka medikamente për to në barnatore, nuk ka shërues për to, përpos besimi i pastër. Dhe ne ndoshta krejt vonë do ta kuptojmë që unë kisha një sëmundje që nuk më la të bëj këtë mirësi. E kisha sëmundjen e kooperacisë për shembull, kur unë nuk kisha dorë dhënë, sepse kisha. E kisha sëmundjen e dembelis, kur unë nuk agjeroja edhe pse kisha mundësi ta bëj një gjë tillë. Kisha sëmundje të ndryshme që unë u pengova. Pra, e kisha dhe sëmundjen e inferioritetit në shoqëri që unë të kem shami. E Zoti ti ke lyp një shërim i dynjas, i cili shërim ka mund, hipotetikisht, po them për këtë motrën, ka mund të jetë një rinim i moshës i trupit, i lëkurës, ku ty të kish hi vetja në huj dhe kishë thonë, pa dhe 10 vjet, po vazhdoj se tash bashkë jam zbukuru mirë. Ku është shërimi këtu? Se nuk po të dhem ndonjë organ i brendshëm ose se nuk po shërohet, jo, këtu ka smundje. Ndërka që ti tash ke një ftyrë të bardhë, një krenari, një krye lartësi, jo në kuptim të mendimallësisë, para Zotit, që unë e kryta një detyrë, mu është larguar një smundje më madhe. Dhe ti do ta kuptosh se me smundjen dhe shamin ti nga 2 kanale do të thirrësh ato dyrët e xhenetit. Ndërka që pas smundjen dhe pa shamin, 2 smundje tjera janë që në fakt 2 burime të rrugës së xhenetit kanë mungu. Nuk them se njerëzit që nuk janë të smur nuk hyjnë në xhenet, por sprovën duhet dim ta lexojmë dhe ke vepruar shumë mirë. E ëndra që e ke panë është sigurisht është një sjarri që i përshpejtuar që ke bërë punë të mirë dhe nëse për ty është hajër smundja, Zoti Gjelle Gjelaluhu është shëruesi. Ta bjen në çdo moment. Nëse thuaj pra ti lutuj kështu, e nëse nuk është hajër, ti e di më mirë Zot. Vetëm që nëse ke vendosur që të mos provosh, më jep edhe sabrin e Jubit që ta te kaloj dhe ta arrijë qëllimin. Pyetja tjetër, gruaja thotë ka disa muaj në spital, duam të na kthehet në shtëpi, çfarë duhet bëjmë? Brengosemi, mërzitemi për të. Shoqër që mërziteni pa dyshim se njerëzit për antarën e familjes solidarizohen dhe nuk dojnë ta shohin duke vuajtur, por nuk mund të them të bëje këtë lutje me këto fjalë, me këtë renditje, por lutja është kjo që ke bërë ti vetë sonte. Pra, kur thu me çfarë ti lutem, Zoti po të dëgjon që ti je duke u orvat, ti je duke e kërku një orator, kushtimisht me thënë, që po të mëson se si ti lutesh, Allahu në fakt e di pse ti këtë po e bën. Ti veç je lutur. Edhe këtij vllai dhe gjithë i themi që keni njerëz familjar të sprovuar me smundje, nuk jeni të parë as të fundit, por mundoheni që të pajisni me sabër, me durim, që Zotit ju jep fuqi, edhe ti përballoni smundjet, edhe ti përballoni shpenzimet për shërimin e të smurve, edhe ti përballoni vuajtjet eventuale. Pra, drejtoju Zotit. Nëse ti mendon se je lodhur ti dhe familjarët tu, tregoja Zotit sinqerisht këtë. Tregoja në sejdët tua, në namazin natën tani. Thuaj, o Zot, ti din gjendjen time më mirë, por jemi lodhur nga mungesa e gruas dhe nënës së fëmijëve në shtëpi. Ti je që jep jetë dhe jep vdekje, por ne duam që ta shërosh rrugën tonë të smur. Pyetja tjetër thotë ta bën gruaja me u fal në prani të burrit, i cili nuk është namazli. Po, bile është mirë. Është mirë, përpos nëse është në një farë rasti që mund ta përfol namazin tënd ose të vinë dhe i të raporte që duhet pasaj të shërtuar më thellë që qojnë edhe në çështjen e bashkësisë, atë vazhdojnë ajo nëse ta cenon namazin, sepse nëse ta përqesh namazin, unanimisht të krejt dietarët nuk lejohet me jetu me burr. Nëse ta përqesh namazin. Nëse nuk falet, pastaj ka
pak tolerim, por shumë çështje delikate është kjo çështja e mosfaljes së namazit. Ndërkaq nëse ti e din se me faljen e namazit ndoshta mund t'ja rikujtosh atij se atë lejohet të falësh. Bile bëhet më mirë që të falësh në pranë tij. Lutjet para apo pas selamit, kam dëgjuar thotë se pas selamit shkputet lidhja me Zotin. Shkputet në namaz. Por lidhja me Zotin nuk shkëputet në asnjë çast, në asnjë moment, por këtë edhe shumë lutje, duke përfshi për shembull namazet që ekskluzivisht për lutje falet, namazi i istiharës. Që ne falmi për t'i kërku Zotit orientana ka cila alternativë t'ja mbajmë ne kur kemi dy rrugë zgjidhje para vetes. Pra lutja bëhet pas selamit. Pra ka dietar që thonë edhe para selamit, po duhet të them që ndoshta më saktë është që të bëhet pas selamit. Pra po i bie që ne i falim ato 2 rekate për ta bërë këtë lutjen tash kur t'i japim selam. Madje vetë lutjet të shumta, dhikr i shumt bëhet pas selamit. Prej Allahumma entes selam wa minkes selam tebarakte ya dhal jalali wal ikram. Para kësaj 3 herë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa tubu ilej. E shumë të tjera, pra vazhdojmë ne që të jemi më afër Zotit pas namazit dhe e shfrytëzojmë rastin. Kështu që ku dush, ku ta marr mendje. Bile nëse jemi duke fal farze, është mirë që të mbetemi vetëm me ato lutjet që janë rutinore të namazeve. Pra, ti themi ato që jemi mësuar ose i kemi të shkruar për libra dhe ilmihalle për t'i thënë. Ndërkaq në sunete si duhesh. Nëse je duke fal namaz të natës, që është i gjatë, pra mund të bësh lutje edhe në namaz, edhe në sejdë, edhe gjithë ju. Qartë, kemi edhe një pyetje, por marrim një telefonat, alo? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe është një pyetje për hoxhën. Po, nëne. Punën e dhikrit. A duhet me bon pas çdo namazi, a veç mas forzit, a qysh, kur bëhet dhikri, kur më mirë me bë dhikr? E qartë. Se une mas dhe namazi ku më bë dhikr, për një natë të gjova një hoq, tha, vetëm mas forzit bëhet dhikri. A bërë pak sërim sa je në linjë. Qysh e ke kuptu këto pas çdo namazi? Ja, pas çdo forzi, vetëm dy vokte përfundojnë me farz. Po. Tjerat nuk përfundojnë me farz. Çaton deshta me ditë, kur bëhet dhikri, kur o mas miri më bëhet dhikr. E qartë, tani e qartë. Faleminderit. Faleminderit për juve. Vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Po ndëgjojmë? Po. Kam një pyetje për hoxhën. Jem kanë e re, kur jem kanë atë kohë 22 vjeçare. Kanë martume, të pazarit që bëshën tesha e të rilindja pazarit që kanë. Nëse sa e dini. Po. Atë ka pasë edhe ma gjopë që i kemë thonë atë në herës, për vje keshme për men këtë fjallë. I kom pa marrë 2 gjampera, edhe si kom pa guakur. Qka duhet me bo që kam stres, kam mërzi, kër më bjen men për atë 2 cupa tesha. S'kena pasë atëherë, për lak muva e më kanë re edhe I ke marrë si bargjë për me I pagu ma vanë dhe nuk e kësi me I pagu? Jo, veç I ku morë që ashtu dhe ku më kalu, së më ka po kërkosh. E qartë. Asi zëti, aty në tesha, që shenë konkret halakom, që ashtu I këqërshëm. Po edhe nuk di tash qysh mi abo di qysh gjithë e kam brejnë, po tash s'ka, se di ku shenë konë ata, kur që me dhonë e pora, ne diqka për ta, për atë 2 tesha. E kuptuam, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum, Allah është për blirë. Aleikum selam, amin edhe juve. Vazhdojmë me një tjetër telefonues, alo? Urnoni? Apo u këthemi përgjigjeve, Star Kartela thot, si është qëndrimi për këtë mundësi?
Kartelat e këtilla, kjo stari është të njohshëm tek banka, por edhe bankat e tjera kanë kartela tashmë kreditore, cilat më herët kishim mundësi të zgjedhnim. I dënë debitor apo kreditore, pra vetëm të shërbejmë me bankën të bëjmë blerje, apo edhe të kemë mundësi që në bazë kontratës së punës edhe të hymë në minus, të marrim borxhe deri në 30 ditë, disa 45 ditë, i kanë disa 60 ditë, pa kamat. Dietarët aso kohë i ndalonin njerëzit që të merrin kartelën e kreditit, gjersa nuk ju duhet. Tashmë nuk e kemi këtë zgjedhje. Tashmë shumica e bankave kanë këtë star kartelën të quaj, pra që kushdo që jemi antar ose klienti një banke, kemi një kartel të tillë. Por a bën të shfrytëzohet rasti që të merret ndonjë artikull për cilin tani për tani nuk kemi para, e paguajmë me minus, me kush paga mund të vijë me datën e caktuar nëse je në administrator në fundin e muajit, dhe rrjedhimisht pritja është e mundshme të ndodhë dhe kjo a lejohet apo jo. Dietarët kanë thënë bashkohor, më mirë është që kur njerët mos përdoret kjo metodë, për shkak se ti në esencë je fut në kontratën e cila përmban kamat, i përmban kusht të kamat, që nëse i paguaj, jem 0-0, nëse nuk i paguaj, unë do të penalizohem, përfundojnë në kamat. Pra, vetë fakti që ti ke pranu të hysh në kësi kontrate, i bie se ti ke pranu në një mënyrë ose tjetër kamatën. Ti mund thush se unë se kam pranu, se kam plan të bëj, por jetës nuk i dihet. Vendi punës nuk i dihet, a të vazhdon apo jo. Puna vetë nuk i dihet. A kishim pandemin më herët, a kishim probleme në sektor të ndryshëm, edhe publik, edhe privat, ndonë se sektori publik vazhdon të me pagat, por sektori privat nuk ka mundësi ti të garantosh, si dihet, që do të vi paga apo nuk do të vi paga, andaj që të mos përdorët, çdo herë është e mirë se ardhur, por nëse e përdor, megjithatë, ka dietar që thonë, nëse e përdor me garanci shumë dhe me bindje shumë që në vend se të shkosh te vllai ti marrësh borxh, i marr në bankë. Pra në rast se të largon dikush prej punës dhe nuk mund ta realizosh ti atë borxh, atëherë do të vjen momenti kur ti shkon te tjetri, i merr borxh dhe ja kthen bankës dhe nuk lejon që të kaloj afati, lejohet. Pra përgjigja më e thukë tash i bie, lejohet, por nuk është mirë. Pra, në këtë rast është disa banka edhe e obligojnë një farforme. E obligojnë këtë kartelin, por jo e obligojnë marrjen kredi. Pra ti, nëse i ke 500 euro pag, ti blej brenda limitit të 500 euro, mos e tolero vetën që një muaj të blejsh për 700 euro, sepse muaj tjetër ti prap 500 i ke dhe ai prap i ka një muaj. Prap i ka 30 ditë. Dhe si dihet jetës. Qartë. Vazhdoj me pyetjen tjetër, dhikri, pas namazit. Pas çdo namazin, në fakt pas çdo namazit. I përmendi dy kohë, kishte për sabahun dhe ikindin. Në fakt me këtë u sqarua se kur tha pas çdo namazit, unë mendova mos e ka kuptuar që edhe pas farzave dhe pas sunetit të bën. Pra shumë thjesht. Pas të 5 kohëve të namazit bëhet dhikri, bën tesbih. Subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, nga 33 herë. A është momenti të bëhet pas farzave apo pas suneteve të këto namazet dhe dreka të akshami dhe të jacia që kanë sunet në brapa, kjo është çështje e diskutueshme herët tek dietarët. Dietarët hanefi mendojnë se pas namazit në kupton kur falet i tërë ai namaz me farz dhe sunet. Nëse ti ke në plan ta falësh edhe sunetin. Pra, e fal farzin, më pastaj ndron pak vend, bën një pushim të shkurtër, duke thënë ashtu kështu, Astaghfirullah, 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 tubu ilej. Allahumma entes selam wa minkas salam, tebarakti ya dhal jalali wal ikram. Këto në çdo variant thuan, pra rrin pak ulur, pak jo të përshpejtojmë menjëherë, e ndron vendin dhe e fal sunetin. Më pas e bën dhikrin, bën tesbih te këto 3 namaze. 3 mëdhëbet e tjera e thonë se pas çdo namazi që është thënë në hadith, në kupton
pas çdo farzi të namazit. E që kjo tash në shumë vende të botës ku dominojnë medhebi, Maliki, Shafi dhe Hambeli e përdorin dhikrin pas farzeve. Rrjedhimisht pra ata në namazin për masham të drekës të akshamit apo të jacis, ata kthehen dhe imami kthehet ka xhamati, bën dhikr, secili në formën, në mënyrën, në shpejtësinë që ata e parapërcjejnë për vetvete, më pastaj çështjen e sunetit e fal gjithë secili në mundësinë e tij aty për aty apo pak më vonë apo çysh secili çysh i ka planet. Të dyja të bëjnë, nuk çon pesh çysh të vjen ty më lehtë. Ka ndonjë xhami që mund të shikohesh pak me sy kritik, çka është kjo që po rrin ulur kur ne të tjerë po falemi, atëherë bën të mos bëhet zhurmë me bujë e madhe, sidomos në përfshatra. Në përgjithësi kjo çështje është kuptuar dhe mirë kuptuar nga shumica e njerëzve dhe mendoj që edhe njëra edhe tjetra bëjnë, nuk bën të mendohet që i humb vlera dhikrit nëse ja bëjmë kështu ose ashtu. Pra bot kuptim i dietarëve, disa kanë thënë se pas namazit në kupton të gjitha ato namazet që lidhen me drekën, farzet dhe sunetet. Disa kanë thënë që pas namazit në kuptojnë vetëm farzet sepse sunetet është çështje e vullnetit tënd, nëse do e fal, nëse do jo. Dhe fundit, thot kur isha e re, ka marrë, thot pa leje, 2 xhempera dhe nuk është kthyer më kur për të. Fillimisht kësaj nënë kësaj motre, duke shpreh mirënjohje për sinqeritetin, por në rastet e këtilla i kisha apeluar shikuesve që të mos bën as të sinqert për t'tregu detaje. Kam qenë martuar, kam qenë re, jetojnë këtë lagje, mos e përshkruaj vetë se nuk lypet një gjë e tillë, edhe veprën, pra thuaje. Kam marrë diçka. Kam marrë diçka ose kam harruar ta paguaj, jo në kuptimin që të rresh, domethënë të gënjesh, por në kuptimin që nëse ta ka mbulu Zoti mos e zbulot i vet. Por megjithatë i duhet kontakti me unë që të di se si të shpaguhet sot dhe është shumë me dert kjo çështje dhe e falenderoj shumë për këtë çasti që ka. Tash sikur që thot ajo se Elit do të ishte përgjigje, po gjeja atë shitsin, shko dhe në çmimet e sotme të atyre 2 teshave, paraforsisht pra, bëja pagesën dhe kryet çështja, po ku me gjetat, ku nuk e dim ne, atëherë ti do t'japësh sadaka, pra fillimisht do të pendosh te Zoti për atë vepër, pendimin veç e ke, vrehet, pra është mirë do ta shqiptosh, ti thuash Zotit estagfirullah, kërkoj falje Zot për atë veprëm që e kam bërë. Pastaj të japësh sadaka në vlerën e tyre në emër të atij personit cilët ja ke marrë padrejtisht. Edhe pse nuk e njeh. Edhe pse nuk e njeh. Dhe në ditën e gjykimit do ta gjej sadakon tënde, do ta gjej lehtësim dhe nuk do të vi me t'i marrë ditët e agjëruara ose namazet e falura. E ke shumë mundësi të ardhket. Dhe lutu për të që Zoti ta mëshiroj. Nëse ka qenë prej muslimanëve që t'ja falë mëkatet, nëse ka qenë prej jo muslimanëve që Zoti ta udhëzoj. Nëse veç ka vdekur në çfarëdo gjendje, që Zoti prap njerëzit do t'i mëshiroj edhe nëse janë për t'u dënuar me dënim më të lehtë. Faleminderit shumë hoqë që ishe me ne dhe shikuesit tanë. Menderit shumë, faleminderit për ftesën. Në dashur miq, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm. Faleminderit shumë që na ndoqët. Selam aleikum.